Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur kalimin për gjykim të një prej dosjeve më të mëdha të viteve të fundit, që përfshin 32 të pandehur, të akuzuar për trafik e migrantësh, falsifikim dokumentesh, prodhim narkotikësh, armbajtje pa leje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Vendimi u mor në seancën paraprake të datës 5 dhjetor 2025 në drejtimin e gjyqtares Flora Hajredinaj. Sipas SPAK, të pandehurit dyshohet se gjatë viteve 2022-2024 ka ndërtuar një mekanizëm të plot për dërgimin e shqiptarëve drejt MB, SBA dhe Kanadas, me rrugë toksore, ajrore dhe detare. Hetimi tregon se skema funksiononte përmes sigurimit të dokumenteve të falsifikuara, letër njoftime, pasaporta, vula hyrje, dalje dhe viza, të cilat më pas përdoreshin për kalimin e paligjshëm të kufive. Në dokumentet zyrtare theksohet se dy agjenci udhëtimi, Domi Travel dhe Boris Travel, shërbenin si hallka logjistike për transportin e personave dhe dokumenteve, duke bashkëpunuar mes tyre për të shmangur kontrollet dhe për t'i dërguar klientët drejt destinacioneve finale kundrejt pagesave të larta. Në total, GKKO ka pranuar kërkesën e SPAK për dërgimin për gjykim të 32 personave, mes të cilëve Njazja Demaj, Ylli Ibrahimaj, Rezart Domi, Osman Luca, Artur Mici, Arsen Caka, Jugert Gashi, Emilian Marashi, Robert Gjika, Roland Islamaj, Gjelal Krasniqi, Fitim Rama, Gridi Elezi, Maksim Domi, Dritan Cena, Redi Salaj, Behar Nuhjallari, Behar Rexha, Dela Qama, Arnold Shahu, Ylli Çahushaj, Ardit Shtylla, Murat Gjuniku, Bardhyli Meri, Bajram Xhaja, Besnik Lumaj, Altin Neli, Fatmir Stankova, Arben Rushiti, Leonardo Lama, Xhelil Alla, Perlat Canaj dhe Amarildo Luca. Akuzat që rëndojnë ndaj të pandehurve variojnë nga ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit për qëllime përfitimi, falsifikim dokumentesh në formën e grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrje në organizat kriminale, prodhim dhe shitje të narkotikëve, kultivim të bimëve narkotike, armbajtje pa leje, shpërdorim detyre për disa nga të pandehurit që dyshohet se kanë qenë punonjës shteti. Sipas GKKO, provat e mbledhura deri më tani tregojnë se veprimtaria e grupit ishte ndarë në role të qarta. Disa antar mblidhnin klientët, të tjerët falsifikonin dokumentet, një pjesë merrej me sigurimin e itinerareve, ndërsa segmenti final përfshinte transportin përmes pikave kufitare apo linjave ajrore. Vendimi për kalimin e çështjes në gjykim hap fazën e procesit penal ku të gjithë të pandehurit do të përballen me akuza të rënda të parashikuara në kodin penal, ndërsa SPAK pritet të paraqesë provat dhe strukturën e plotë të skemës që sipas dosjes ka funksionuar për më shumë se 2 vite. Dosja konsiderohet si një nga hetimet më të gjera të ndërmarra kundër rrjeteve kriminale që synonin të shfrytëzonin kërkesën e lartë të emigrimit drejt vendeve perëndimore dhe boshllëqet në sistemin e kontrollit të dokumenteve.